Imati ishte I pari që më foli për demokracinë. I pari që nuk e kishte frikë humbjen, sepse ai ishte një kalorës. Dhe më dha mësim me forcën e shëmbullit. Ai më mësoi shumë çka, garën e vërtet, udhëheqjen si përgjegjësi, ringritjen. Ai ishte njeriu shumë dimensional, që më foli për socialdemokracinë, për ekonominë e tregut, për Shqipërinë Europiane, për distancimin nga Afrika, sepse ai e donte lirinë si frym, jo si slogan. Ai besoi gjithmonë se politika shkonte përtej luftës personale. Ai ngrinte ura, nuk ndërtonte mure. Ai mbodhi ide, kulturë dhe qytetari. Ishte I butë dhe hokatar, tolerant me gjithkënd që mendonte ndryshe, brillant në argument, I ashpër dhe I drejtë kur kërkoi vendim dhe kurajo.